Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas prezantimit të programit nga kryeministri Edi Rama, duke theksuar se ky i fundit ka marrë programin e Partisë Demokratike dhe e ka paraqitur si të vetin. Rama gjatë fjalës së tij tha se nëse fiton sërish në zgjedhjet e 11 majit, do të miratojë rritjen e pagës minimale në 500 euro dhe pakën mesatare në 1200 euro. Për Bardhin, ky veprim është një përpjekje e drejtë për drejtë për të kopjuar premtimet e Partisë Demokratike. Ai shtoi se kjo do të thotë se programi i Partisë Demokratike është i realizueshëm, pasi Rama vete ka pranuar këtë fakt, duke paraqitur si të tillën. Çdo premtim i ynë bazohet në një analizë të kujdesshme të kryer nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar, theksoi Bardhi. Në reagimin e tij, nuk ka kursyer kritikat ndaj kryeministrit. Ai ka deklaruar se pas 12 vitesh në pushtet, Rama është shtëruar nga idetë dhe vizioni dhe ka mbetur pa alternativë. Pas 12 vitesh në pushtet, jo vetëm lodhesh, mbetesh pa ide, por punët e shtetit të duken të parëndësishme, shtoi Bardhi duke shtuar se është e qartë që Rama nuk ka bërë asgjë për realizimin e këtyre premtimeve gjatë mandatit të tij. Bardhi ka kërkuar që për realizimin e këtyre premtimeve duhet largohet Edi Rama dhe qeveria e tij, sepse sipas tij, çdo punë që nuk është bërë për 12 vjet nuk mund të realizohet më nga i njëjti person, i cili ka përdorur gënjeshtërën si mjet politik. Në përfundim, Bardhi ka ftuar qytetarët të votojnë për një qeveri të re të PD-s dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, duke theksuar se zhvillimi i Shqipërisë nis nga ekonomia, mirëqenia e qytetarëve dhe mbështetja për bizneset dhe fermerët.